Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndërmarrë një nga riorganizimet më të mëdha diplomatike të viteve të fundit, duke urdhëruar tërheqjen e 10 ambasadorëve dhe diplomatëve të rangut të lartë. Sipas dy zyrtarëve të Departamentit të Shtetit që folën në kushte anonimiteti, shefat e misioneve amerikane në të paktën 29 vende u informuar javën e kaluar se mandatet e tyre do të përfundojnë në muajin janar. Kjo lëvizje është pjesë e përpjekjeve të Trump për të riformësuar praninë ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe për të liruar pozicionet e tyre kyçe, të cilat pritet të mbushen në diplomat dhe zyrtar që mbështesin agjendën e tij politike dhe parimin Amerika e para. Të gjithë ambasadorët janë emëruar gjatë administratës së ish-presidentit Joe Biden, por kishin arritur të mbijetonin një valën e parë shkarkimesh për muajt e parë të mandatit të dytë të Trumpit, e cila kishte fokus kryesisht për emëruesit politik. Situata ndryshoi të mërkurën kur ata nisën të merrnin njoftime zyrtare nga Washington për përfundimin e parakohshëm të misioneve të tyre. Zyrtarët e departamentit nga shteti u theksuan se diplomatët e prekur nuk po largoheshin nga shërbimi jashtëm amerikan, por do të kthehen në Washington ku mund të caktohen në detyra të tjera nëse zgjedhin të bëjnë këtë. Afrika rezulton kontinentin më të prekur nga dy riorganizime me ambasadorë që do të tërhiqen nga 13 vende të ndryshme. Pastaj vjen Azia, ku ndryshime do të ketë në 6 misione diplomatike. Në Europë tërheqet prekin Armenin, Maqedoninë e Veriut, Malinezi dhe Slovakin, duke sinjalizuar një rishikim më qasjen amerikane dhe ndaj aleatëve tradicional. Lëvizja pritet të ngjallë reagimin në çarqe diplomatike ndërkombëtare, ndërsa administrata Trump synon të konsolidojë kontrollimin mbi politikën e jashtme dhe përfaqësimin në SBA në botë.